Përshëndetje. Mirë se erdhët në kanalin Rritu Financiarisht. Këtu flasim për mënyra të thjeshta dhe reale. Se si mund të kuptojmë më mirë paratë, t'i menaxhojmë pa stres, dhe të ndërtojmë një jetë më të qëndrueshme financiarisht. Poshtë në përshkrim do gjeni një link, ku mund të shihni si investoj vetë në mënyrë të sigurt dhe afatgjatë. Por si gjithmonë, dua ta theksoj diçka shumë të rëndësishme. Mos merrni vendime për investime vetëm nga ajo që dëgjoni në internet. Flisni gjithmonë me një ekspert financiar të licencuar, sepse çdo situatë është ndryshe, dhe përgjegjësia është gjithmonë personale. Tani, le të flasim për një nga temat më të rëndësishme të rrugëtimit financiar: aftësitë. Sepse në fund të ditës, të ardhurat e tua varen nga vlera që ti sjell në botë. Dhe kjo vlerë nuk matet me orë pune. Matet me aftësi, me dije dhe me përmirësim të vazhdueshëm. Shumë njerëz mendojnë se për të fituar më shumë, duhet të punojnë më shumë. Por realiteti është ndryshe. Nuk paguhesh për orët që punon. Paguhesh për vlerën që sjell në ato orë. Dy njerëz mund të punojnë të njëjtën kohë, por njëri fiton 3 fishin. Pse? Sepse ka aftësi më të rralla, më të vlefshme. Në vend që të kërkosh më shumë punë, fillo të kërkosh më shumë vlerë brenda vetes. Në botën ku jetojmë sot, gjithçka ndryshon shpejt. Por një gjë mbetet e njëjtë: njerëzit me aftësi të mira kurrë mbeten pa punë. Aftësitë janë si monedha e së ardhmes. Sa më shumë të mësosh, aq më shumë rritet vlera jote në treg. Kjo s'ka të bëjë vetëm me profesionet e mëdha. Ka të bëjë me çdo punë. Një berber që di teknika moderne fiton më shumë. Një kamerier që di të flas anglisht fiton më shumë. Një punonjës që di të menaxhoj klientët me respekt fiton më shumë. Pra, nuk është puna që të pasuron, por aftësia me të cilën e bën punën. Shumë njerëz pyesin, ku të investoj paratë që kam? Por pyetja e parë duhet të jetë, ku të investoj në vetvete? Një kurs, një libër, një aftësi e re mund të kthehet në një rritje të ardhurash për vite me radhë. Nëse fiton 500 euro në muaj dhe zhvillon një aftësi që ta çon në 700, ke bërë një investim që të sjell fitim çdo muaj. Kjo është fuqia e zhvillimit personal. Shumë njerëz harxojnë energji duke u krahasuar me të tjerët. Por në botën reale, nuk fiton ai që sheh çfarë bën tjetri. Fiton ai që përmirësohet çdo ditë pak nga pak. Nëse dje nuk dije diçka dhe sot e di, je më i pasur se dje. Kjo është formula e suksesit, përmirësim i përditshëm. Nuk ke nevojë për shumë para për të mësuar. Sot, interneti është shkolla më e madhe falas në botë. Nëse ke 30 minuta në ditë, mund të mësosh çdo gjë që dëshiron. Marketing, dizajn, programim, komunikim, financa personale. YouTube, Coursera, Skillshare, plot mundësi falas. Mjafton vullneti për të filluar. Në çdo profesion, ka disa aftësi që vlen gjithkund. Komunikimi, si të flasësh qartë dhe me respekt. Menaxhimi i kohës, të jesh i organizuar dhe i saktë. Teknologjia, të përdorësh mjetet që e bëjnë punën më efektive. Empatia, të kuptosh njerëzit, jo vetëm detyrat. Këto aftësi janë bonusi i padukshëm që të dallon nga turma. Janë ato që të bëjnë të pasvendësueshëm. Shumë thonë, në punën time s'na mësojnë gjë. Por e vërteta është kjo, nuk është detyrë e askujt të zhvillojë. Është përgjegjësi jote. Nëse mëson një aftësi të re çdo 3 muaj, brenda një viti je njeri tjetër. Një njeri që vlen më shumë, fiton më shumë dhe ndjehet më i sigurt. Mos prit mundësinë. Bëje vetë mundësinë.
Dy persona, e njëjta punë. Por njëri zhvillohet çdo ditë, tjetri jo. Pas 6 muajsh, i pari merr më shumë besim dhe më shumë pagesë. Jo sepse kishte fat, por sepse ishte i vlefshëm. Në botën e sotme, njerëzit paguhen sipas problemit që din të zgjidhin. Sa më shumë vlen, aq më shumë fiton. Një njeri me aftësi të mira nuk përmirëson vetëm punën, por edhe jetën. Aftësitë e komunikimit përmirësojnë marrëdhëniet. Aftësitë e menaxhimit të kohës sjellin qetësi. Aftësitë financiare sjellin siguri. Kur zhvillon veten, përmirëson gjithçka rreth teje. Të mësosh nuk është gjithmonë e lehtë. Ka ditë që lodhesh, ditë që dyshon. Por kujto pse e bën. E bën për të pasur më shumë liri, më shumë mundësi, më shumë besim në vetvete. Çdo orë që mëson sot, është orë që do të shpërblehet nesër. Asgjë nuk humbet. Gjithçka shtohet brenda teje. Mos haro. Të ardhurat e tua nuk janë rastësi. Janë pasqyrë e aftësive të tua. Nëse do më shumë, mos kërko një rrogë më të madhe. Bëhu vetë më i vlefshëm. Çdo ditë që mëson diçka të re, rrit vlerën tënde dhe hap dyrë që dje nuk ekzistonin. Ti nuk je i bllokuar. Thjesht ndoshta nuk ke mjetet ende. Dhe mjetet janë aftësitë. Fillo sot. Lexo diçka. Mëso diçka. Provo diçka të re. Sepse çdo hap i vogël që bën sot, është një hap drejt një jete më të pasur. Jo vetëm në para, por në dije, besim dhe mundësi. Nëse kjo video të ndihmoi të kuptosh pse pasuria e vërtet fillon brenda teje, mos harro të abonohesh në kanalin Rritu Financiarisht, që të mos humbasësh videot e tjera që do të ndihmojnë të rritesh çdo ditë pak më shumë. Dhe nëse mendon se dikush tjetër ka nevojë ta dëgjojë këtë, shpërndaje videon. Sepse ndoshta për ta, ky mund të jetë fillimi i ndryshimit që u ka munguar.